Partia Demokratike e Shqipërisë ka reaguar përmes një deklarate të gjatë lidhur me qëndrimet e saj ndaj protestës së zhvilluar nga të rinjtë dhe qytetarët, duke sqaruar pozicionin e saj politik dhe duke mbështetur kërkesat e artikuluara në tubime. Në deklaratë, Partia Demokratike thekson se dënon me forcën më të madhe çdo veprim dhune ndaj protestuesve paqësor, duke përmendur edhe rastet e raportuara në Zvërnec, si dhe kritikon ashpër kryeministrin Edi Rama për qëndrimet e tij ndaj protestës. Opozita nënvizon se protesta nuk është organizuar nga Partia Demokratike, por se partia respekton të drejtën e qytetarëve për tubim dhe se nuk ka penguar pjesëmarrjen e anëtarëve dhe mbështetësve të saj në këto protesta. Në deklaratë, Partia Demokratike përdor tone të forta politike ndaj qeverisë, duke e cilësuar atë si regjim dhe duke akuzuar për mungesë transparence në projekte të ndryshme zhvillimore, përfshirë edhe rastin e diskutuar në Zvërnec. Partia Demokratike deklaron gjithashtu se ka kundërshtuar në vazhdimsi një sër projektesh dhe ligjesh të qeverisë, përfshirë investimet strategjike, partneritetet publik-private, çështjet mjedisore dhe projektet infrastrukturore që, sipas saj, dëmtojnë mjedisin dhe interesin publik. Në deklaratë përmenden edhe zona të ndryshme të mbrojtura dhe projekte infrastrukturore, ku Partia Demokratike pretendon se ka mbajtur qëndrime kritike dhe ka protestuar kundër vendimeve të qeverisë. Në përmbyllje, Partia Demokratike shprehet se mbështet plotësisht kërkesat e protestuesve dhe kërkon dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke propozuar krijimin e një qeverie kujdestare që do të përgatisë zgjedhje të lira dhe të ndershme në vend. Opozita thekson se zgjidhja e situatës, sipas saj, kërkon ndryshim politik dhe respektim të kërkesave të qytetarëve të përfshirë në protestë.